Kandidat të fitores i cilëson kryedemokrati Sali Berisha emrat e përzgjedhur të koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Pas dorëzimit të listave në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, Kreu Demokratëve tha se në skuadrën e koalicionit opozitar bëjnë pjesë individ që kanë dhënë kontribute për shoqërinë shqiptare. Dje vajza, burra dhe gra, që kanë bërë një qëndres epike gjatë këtyre 4 vite të narkoshtetit dhe mafjes më të rrezikshme të planetit, mafjes sorosiane. Një koment pati për deputetët që u tërhoqën nga gara pasi nuk u futën në listën e mbyllur. Nuk është e vërtetë se kanë braktisur se nuk janë zonë sigurt. Një pjesë e tyre kanë preferuar të vazhdojnë jetën e tyre private. Për Partinë Socialiste, thotë se ka përfshirë në listën e mbyllur ministra dhe persona që kanë probleme me drejtësinë. Shqiptarët panë listën e skapit në krahun tjetër. Të gjithë ministrat me dosje kuintalshe mbi shpinë u futën njëri mas tjetrit në listën e mbrojtur për shkakun e vetëm se kanë vjedhur bashkë me Edi Ramën. Në listën e hapur, thotë se Partia Socialiste ka futur patronazhist dhe hajdut. Na thot pak, çfarë është listë e hapur? Hajdut dhe patronazhist. Po ta ka asosh Çenoklosin me Petrokoçin te Del Petroja Qelibar. Një përgjigje pati edhe për mbrojtjen e kryeministrit Edi Rama ndaj demokratit Dashnor Sula. Mbrojtja e kryeministrit është puthja e Judës. Për Dash Sulën mendoj se hapi që bëri të rrjeshtohet me opozitën e opozitës, de facto me një patericë të Edi Ramës, nuk është zgjidhja në vlerësimin tim. Partia Demokratike do të garojë në zgjedhjet e 11 majit së bashku me 24 parti të tjera, ndërsa vetëm disa prej tyre do të kenë kandidat në listë të mbyllur dhe të hapur, ku më e vlerësuara është Partia e Lirisë me 4 kandidat në listë të mbyllur.